Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur tek unë. Jam shumë e lumtur që ditën e fundit të 2016-s do ta kalojmë bashkë, të paktën një pjesë të saj. Unë sot do të kem jo një, jo dy, por tre të ftuar. Bashkë me mua do të jenë në studio Balina Bodinaku, e cila ka humbur kohët e fundit, do të jetë Bojken Lako, i cili do të vitë prezantojë një projekt shumë interesant për artistët e ri dhe jo vetëm, dhe sigurisht pastaj do të kemi një lidhje me Skype. Do të shkojmë deri në Kanada për të folur me Gent Bacon, çfarë po ndodh me karrierën e tij. Të gjitha këto do të mësoni tek unë. Balina, kanë ardhur shumë vajza në këtë studio dhe më e bukur se kaq studio ime nuk ka qenë asnjëherë. Kjo është pak për sigurt. Wow. Faleminderit. Okej. Faleminderit ti për komplimentin që akoma se ka marrë nga një mashkull, akoma. Kështu që, okej, ky vit mbyllet bukur. Faleminderit që erdhe, mirë se je tek unë, tek emisioni. Mirë se të gjej dhe faleminderit për ftesën. Pyetja e parë që më vjen atyshëm, ku ke humbur Balinë dashur? Humbur, ti ku më gjete? Unë dhe mi kështu, se është shumë e thjeshtë. Jo, nuk kam humbur. Vazhdoj punën që kam bërë gjithmonë, edhe kur kam pas bërë televizion, thjesht jam shkëputur për një zgjedhje time nga televizioni. Edhe gjithsesi ata që më kërkojnë më gjejnë. Kush kërkon gjendat. Po pse kjo shkëputje? Nuk ishe më rehat në televizion që... Jo, madje më mungon, her mbas here është diçka tjetër televizioni, është një lloj të jep një tjetër energji, një tjetër kështu motivim për ca gjëra, edhe kënaqësi, sigurisht. Televizioni gjithmonë ka qenë, le të themi, zgjedhje e dytë. Një zgjedhje e dytë. Fatkeqësisht. Kështu që i kam bërë paralelisht, po erdhi një moment që ndoshta zgjedhja e parë zuri pak më shumë vend edhe gradualisht i mori vendin televizionit. Gjithsesi nuk është se është një shkëputje e përhershme. Nuk them dot që është e përhershme, sepse nuk e kam marrë këtë vendim me veten time, po për momentin jam komode kështu. Cili ka qenë programi i fundit që ke qenë pjesë në prezantime dhe... E fundit ka qenë Marrë Gjebren, Edila Shqiptare. Po. Sa kohë ka kaluar? Eksperienca e fundit. Ajo ka qenë sezoni 2009-2010. Llogarit. 6 vjet? 6 vite. 6 vite. Po ka shumë mërzit e ke Edila Shqiptare, sa vendose ti që e dorë? Jo, absolutisht fare. Ishte një eksperiencë shumë e bukur edhe shumë e ndryshme nga çfarë kisha bërë në atë moment. Më ka dhënë shumë miqësi, edhe më ka bërë të takoj njerëz që i dua shumë, edhe që më duan shumë, edhe besoj i dua dhe më duan edhe në distancë, edhe kur për një arsye se për një tjetër, për punë të ndryshme, nuk arrim të shihemi aq shpejt sa çdo donim, ose të qëndronin më aq pranë njëri tjetrit. Megjithatë, thash, më ka dhënë ajo periudhë. Balen, ti ke studiuar në fakt për shkenca sociale. Për shkenca sociale, po. Po si u bëre pjesë? Dhe më parë për gjuhë huaja. Për spanjisht. Për spanjisht në të mesmën, po. Ka përdorur kërkimet e mia. Po. Si u bëre pjesë e medias? Pjesë e medias, unë faktikisht në media kam filluar të hyj, që kur kam qenë shumë e vogël. Shkrimet e para që unë i kam bërë në një gazet kanë qenë tek Sporti Popullor. Unë fillova të shkruaj vetë për qefin tim, gjëra për sportin, për futbollin, analizat vogla për ndeshjet e kampionat italian e tjerë. Nuk po votoheshin atë kohë, apo jo? Dhe shkoj vetë tek një ditë të bukur tek Xhaxhi Bashkim Tupa, edhe i cili nuk e njihja, nuk më njihte. Thjesht bëm një bisedë. Aty u duk shumë e çuditshme kjo gjëja që kjo vajza e vogël që ka që interesuar dhe ka që njohse futbollit dhe më botoi shkrimen. Më botoi të parë, më botoi të dytin. Unë vazhdoja i çoja dhe një ditë të bukur e marr në telefon dhe i them Xhaxhi Bashkimi, kam bërë një shkrim, në fakt nuk ishte tamam shkrim, ishte një përkthim. Ta sjellte këtë se kam bërë për, tha mua, do ta sjellësh me një kusht, që të vish të marrësh parat e shkrimeve që ke bërë. Unë, para... Se mendoje në atë kohë që mund të paguhesh. Nuk e kisha menduar se kisha bërë vetëm për qef këtë gjë. Edhe për herë të parë aty kuptova që kjo ishte një gjë që më jep edhe para përveç se ishte e bukur. Edhe më tha mua, mbaj mund si tani më tha, shiko, nuk janë shumë, edhe më shpjegoj, janë honoraret e nuk janë shumë, tha mua, po të mjafton të blesh një çokoladë. Dhe në atë kohë, flas tash për vitin 91 ndoshta, kishin ardhur ca çokolata. Ti bleve vërtet. Filloi. Kishin ardhur disa çokolata,
të mëdha kështu me portokalli, mbaj mend si tani që i kisha të preferuarat. Vërtet. Po, atëherë nuk kishte këtë shumëllojshmëri produktesh që ka tani. Edhe kjo ishte një nga gjërat që kisha shumë qejf. Te shkolla dhe mbaj mend që honorari i parë ka qenë 250 lekë. Mos qesh ishin, atëherë nuk ishin pak. Unë bleva çokoladë. Unë dola që ande dhe bleva çokoladë. Kështu që atëherë, dhe pastaj, okej, kjo ishte eksperienca e parë që thash, nuk ishte një punë e mirëfillt, ishte thjesht unë e bëja për qef dhe zbulova rrugët që mund të edhe të paguesha për këtë gjë. Pastaj eksperienca tjetër, pas kësaj ka qenë në TVSH. Ishte lehtë të hyje në radio televizion shqiptar? Shiko, unë kam njohur njerëz dashamirës ndaj meje, të them të drejtën, sepse unë kur kam shkuar në TVSH nuk njiha njeri. Unë shkova, duke qenë tje përmendi që unë isha studente gjuhëve të huaja, studoja spanjisht te gjuhët e huaja, po ndërkohë me gjuhët e huaja kam një histori shumë që kur kam qenë shumë e vogël edhe kisha një ori që na të moshë shumë të mirë të disa gjuhëve, edhe isha gjithashtu në kërkim për të shkëputur nga varësia prindërore për parat. Çdo 15 ditë babi më jepte atë kuotën, të cilën më thoshte mendoje mirë çfarë gjërash ke, çfarë të duhet të blesh, shto dhe gjën që të, dhe ajo do të jetë shuma që unë do t'jap çdo muaj, çdo 15 ditë, dhe ti do ta kullandrisësh vetë dhe donte të më fusë këtë konceptin e të kontrolluarit të blerjeve dhe të ekonomisë. Dhe unë doja të shkëputesha nga kjo dhe shkoj tuk në TVSH dhe kërkoj tek departamenti përkthimeve për të përkthyer dokumentar, filma, dhe them pikën time të fortë që mendoja, sepse në atë kohë nuk ishte shumë që përkthenim nga spanjishtja, them këtë të parën. Dhe fillova të merja, mbaj mend i merja me bobina, edhe kisha një pajisje të rënd, shumë të rënd që vije ajo si film kështu, si shirit, dhe i përktheja në shtëpi me kufje. Aty kjo ka qenë dhe eksperienca e parë e mirëfillt pasaj në kamera ishte fare rastësore në TVSH, do bëhej për herë të parë një llotari e kryqit të kuq. Dhe për një arsye që unë akoma nuk e di, kam të paqartë, kryqi kuq shqiptar këtë gjë bënte në bashkëpunim me kryqin e kuq spanjoll. Dhe një i ftuar aty ishte një mjek spanjoll. Dhe ata po silleshin nëpër televizion që të gjenin dikë që edhe të prezantonte, po njëkohësisht dhe të përkthente, të bënte të dyja, sepse nuk donin të bënin përkthim, domethënë ndërkohë që kishte edhe një prezantues ishte një përkthyes për një llotari që nuk do zgjaste aq shumë, nuk ishte, nuk shkonte të ishin dy veta. Dhe më tha mua do e bësh? Okej, thash po e bëj. Mi po ndërkohë ajo ishte emocion se u futa kështu pa e ditur, pa patur asnjë eksperiencë, pa asnjë gjë. Dhe ky mjeku që e shikon, unë isha e vogël, sa mund të isha një 17 vjeç, 18 vjeç, jo më shumë, edhe më thot ke emocione? Një qiki dhe shumë kështu, doja dhe ta fshija. Ta do t'jap një gjë, thash, ndamoj që ne përdorim në Spanjë shumë për emocionet. Edhe do ta pish këtë gjën dhe ke përpaqe s'do kesh asnjë emocion dhe më dha një gjysmë kokre ngjyrë blu e mbaj. Mund si tani dhe e piva unë atë. Ishte valium? E piva, shkoi shumë mirë, plasi gallata, përkthimi, muhabeti, edhe në fund fare shumë e kënaqur me veten time. Ishte bërë mrekulli do. Do i them këtij çfarë më paracetamol më tha. Ishte efekti i famshëm placebo. Unë duke menduar që piva këtë gjën, unë ndjeja disi më çliruar. Ke qef të kthesh sërish në ekran? Të them të drejtën më mungon her pas here. Ka momente që e mendoj, më mungon sidomos terreni, emisionet në terren i kam pasur gjithmonë shumë qef edhe mendoj që janë shumë bukura dhe mendoj që janë ato që ti të bëj dhe më mirë. E mendoj, por nuk kam asgjë konkrete, asnjë, thjesht mendoj. Si është jeta jote tani? Si është dita jote? Shumë e ndryshme nga jotja. Të paktën nëse i referohem times kur isha në televizion. Sepse kam orare shumë fikse, kam një zim shumë herët në mëngjes, i cili është një gjë që megjithëse unë kam shumë vite që e bëj nuk përshtatem dot, dhe është një gjë që
shumë herë shkel, më thonë nuk arri dot ta kap orarin. Ka orare fikse, sigurisht ka edhe të mirat e veta, ka ditë pushim, të gjitha i bëjmë siç janë to pushime zyrtare, ka të shunat e diellat, por orari është diferenca kryesore. Pra ti ke një punë, cilën e bën në një orar caktuar, i cili fillon në orën 8 të mëngjesit, edhe nuk ke atë lirin që ke në televizion për sigurisht do e dorëzosh punën atëherë kur duhet brenda fatit, por kohën në të cilën ti e bën e menaxhon vetë. Kjo gjë ndryshon, edhe është ndryshim jo i vogël, pavarësisht se me fjalë mund ta përdoresh me një fjali, nuk është i vogël. Mbetesh shumë në formë. Të shoh shumë bukur, të shoh elegante, ke erësuar pak flokët, më duket mua, nuk e di pse të mbaj mend më bjonde. I kisha edhe më të errta. Të pëlqen të ndryshosh? Bjonde nuk i kisha mbi 20 vjet që i mbaja bjonde. Tash ta provoj një herë se si është mos jesh bjonde. E mësova mirë pjesën e bjondes. Po jo, ndjeva më radh kështu, pastaj dhe gradualisht po kthej. Kaçurelat nuk ti shoh më. Janë aty, janë, tani po bie shi, ose nëse s'po bie, pora, me çfarë do të mbulohen, ato e kuptojnë që po bie, edhe shkojnë prapë në vend, kështu që mos u shqetëso, thjesht po i gëzohen pak prerjes gjatësisë që ka ndryshuar edhe. E kuqja të shkon shumë me qira fjala. Faleminderit. Mban në një dietë, domethënë kujdesesh, shkon në palestër, merresh me sport, të pëlqen? Dikur jam marrë shumë me sport, tani kam kohë që... Me çfarë sporti? Jam marrë me të gjitha. Vërtet? Po, edhe palestër kam bërë shumë. Kur kam qenë e vogël, kam qenë në atletik, por pastaj sportet të tjera, pastaj për të mbajtur veten në formë kam bërë nga të gjitha, aqua gym, palestër me shumicë, yoga, por kam disa vite që kam ndërprerë çdo aktivitet fizik, dhe çdo herë them që ma ka fajin e hëna, se gjithmonë them të hënën, dhe pastaj të hënën ndodh diçka që unë se bëj, dhe pastaj unë pres hënën tjetër, dhe gjithmonë të hënën ndodh një gjë, kështu që ndoshta do ndryshoj ditën, shikoj nëse do më pri, po është çështje vullneti, besoj. Të pëlqen të udhëtosh? Më pëlqen shumë, edhe udhtoj shumë. Udhtoj. Të pëlqen këto udhëtimet komode ku ti fle, domethënë zgjohesh në mëngjes edhe, apo të pëlqen të eksperimentosh aventurat, se duke marrë parasysh të gjithë faktin që pëlqen futboll, faktin që ke bërë një emision me makina, më duket shumë tip i aventurave. Tani, i kam bërë të gjitha llojet dhe më pëlqen gjitha llojet. Jam natyrë që përshtatem shumë. Kam bërë dhe pushime që kam ndenjur 2 javë në çadër, në një vend ku s'kapte as telefoni, as gjë. Kam... Si ja bërit me ujin, moja aman? Lashim jashtë. Problem më vetë. Po, lashim jashtë, po. Kishte jashtë, po, në camping, dhe lashim jashtë. Sikurse shumë mirë më shijon edhe komoditeti. Varet gjithmonë nga gjendja, nga periudha, nga ajo që kërkon. Po primare është lëvizja për të parë vende. Pastaj nuk jam natyrë që nuk përshtatem apo tekanjose në lëvizje. Do të thënë, të udhtoj, më pëlqen dhe kjo është gjëja që bëj. Pastaj format ndryshojnë. Sa vite u bën me Andin? Kemi hyrë në të 7-in. Po, si jeni njohur? Në besoj televizioni ju ka bashkuar? Ne jemi njohur shumë kohë përpara se të lidheshim, shumë kohë. Jo, para se sa ta njinim televizionin, qoftë njëri qoftë tjetri. Vërtet? Po, madje një farë kohë edhe kam punuar me Andin shkurt, kur ai ishte drejtonte revistën Klan. Dhe unë pavarësisht se nuk punoja për revistën Klan, por përgatisja materiale në atë kohë, herë përkthime dhe herë kam edhe botuar shkrimet mia. Ky ka qenë, më thënë. Me kalimin e viteve? Jo, nuk ishte një shoqëri që u kultivua me kalimin e viteve. U ruajt një nivel njohje komunikimi e tjerë për shumë vite. Pastaj erdhi një moment që ishte shumë rastësor në fakt, ishte shumë rastësor. Çuditemi të dy se si ka ndodhur, domethënë, që zbuluam që mund të rinim bashkë, domethënë edhe që nga ajo ditë pastaj nuk u ndam dot më. Lindi historia. Nuk u ndam dot më. Që shumë e çuditshme sepse nisi si një shaka, si një tallje.
është hera parë që e them. Kjo është hera parë që e them. Nisi fare si një humor. Ka qenë vera e 2008-s, kur më vjen një mesazh në telefon, unë po shkoja me nxitim si isha me vonesë si gjithmonë për shkuar në kinema me një grup shoqesh, ishim një grup i madh. Dhe ndërkohë që po hynin në kinema, më vjen një mesazh nga një numër që nuk e njeh, që thotë, "Ky është ai fustani që bleve sot?" Okej, pash, kja një fja numri dhe sigurisht që nuk ju përgjigja. Edhe të nesërmen, një kushëririm që kishte një dyqan të njërës, të kompanisë celulare që më kishin nga më kishte ardhur mesazhi, i them, "More, më kanë çuar me kod. Kush mund të jetë? Se unë me vërtet isha futur në një dyqan, nuk isha bler fustan, po kod. Si, nuk e di se çam çoj, domethënë, po në momentin që ja them këtij, më bje telefoni dhe ishte pikërisht kur ta kishte ndjer. Wow. Dhe ishte ky numri, e thash, "Okej, po ja hap, nuk e njoh, po ja hap." Edhe e hap. Moj tim, tha mua, "A ke gjak apo s'ke gjak?" "Po qa njeriu jem," tha mua. Shkruaj njeriu me sa nuk bëhet njerë kurioz. Uaj, thash, unë anti bushat, ka përse, bushat je, moj, thash. Po më tha, po është ky numri tjetër që kam, tha, që se keti, tha. Kot, tha, pash aty, thash, po talëm, pash që po kaloje, tha, aty, tha, dhe thash, po ta që pasaj, thash, po kjo që su, nes, aj, po shërë, mua betet e rastit, mbaj e mëndi, thash, unë do të ta kthej një dite, këtë gjë. Sepse, i thash, po nuk e di për çarsye, isha duke i thënë këtij kushëritim u bëra kaq kurioze që gjë ndodhe, nga numra që nuk njeh, të vjen shumë mesazhe dhe i mund t'i injorosh. Më tha mua, i thash, kështu që mbaj e mëndi, thash, se më detyrove, thash, po aq që kuriozova sa po pyesja këtë, një ditë do ta kthej. Okej, u harrua kjo gjë. Kaluan një vit, 2 vjet. Ja, 2 vjet e gjysmë po një herë dhe ka qenë 2010-a. Më kishte zënë gjumi në divan. Dhe zgjohem se dëgjoj disa ulërima, disa të bërtitura, zëra të lartë në televizor që kisha harruar hapur. Dhe hap synë dhe ishte opinione. Dhe shikoja Antin që me këpo debaton të isha aq për gjumër sa nuk ashtu. Po ka qenë një periudhë që Anti nuk shkonte, kishte ndërprer emisionin tek Klani, për disa kohë kishte shkuar në vizion dhe nuk e kisha parë më në Klan, dhe isha hera parë që po shikoja në Klan. Opinioni. Dhe thash, po ky që nga kthyer te Klani edhe mora mesazhin mora telefonin, nuk e di se si për gjumë, nuk e di dhe vetë për gjumësh, për t'i shkruar, pastaj ndrova telefonin, kapa telefonin tjetër të bankës që i dija që nuk ma kishte. Dhe i the, ani, i shkruaj, i shkruaj, pak e poshtër, Klani nuk të shkon, por duket shumë mirë me ty. Se doja t'i bëja një mesazh që ai të kuriozoj, aq sa që kuriozova unë. Sigurisht nuk mu përgjigj. As atë ditë, as të nesërmen. Unë të nesërmen qëllon të prapë që shkoja në Klan, sepse do po bëja një montazh, pavarësisht se nuk punoja më tek e djela, por po bëja një montazh në diçkaje për tek e djela. Dhe mbaroj vonë montazhin dhe duke dalë, korridorit e Klanit kanë fotografi të emisioneve të ndryshme dhe duke zbritur shkallët, shoh një foto të Antit kaq. Thash, po ky u kujtova, po ky. Su po kurioz. Të fapi bie telefonit të ti prap nga numri që ai nuk e njihte, që duke njohur Antin sot, e di që ai nuk përgjihet kurrë. Përgjigjet. Dhe them, po ti more, ke gjak apo s'ke gjak? Po qa njeriu? Më fal, tha, po nuk e kam këtë numër. Si mos e ke këtë numër, i thash. Po edhe unë se kisha numrin tënd, i thash, dhe më detyroi. Të lutem, tha, më thuaj kush je? Balina. Nuk të jo. Balina. Dhe më kishe thënë, po s'më shkoj mendja kur. Po kishin kaluar mbi 2 vjet, 2 vjet e gjysmë, ndoshta 3, nuk e di. E po akmarrja është një pjatë që shërbet e ftohtë. Të them të drejtën, nuk mund ta them që ishte akmarrje, sepse nuk është se e bëra, erdhi si instinktivi, domethënë, nuk është se e mendo, më erdhi rasti, erdhi, ishte shumë momentale gjithçka. Me qënë se jemi kështu në periudhë festash, viti ri, Krishtlindje, do na bësh një urim për gjithë shikuesit e InTV? Uroj padyshim një vit me shumë humor, një vit shumë të qeshur,
edhe shëndetin nuk e ndaj nga asnjë urim. Të uroj më të mira dhe shpresoj që 2017 të jetë një vit shumë i bukur për ty. Faleminderit gjithashtu dhe për ty. Faleminderit.